Një pikë ushtarake gjatë luftës së ftohtë, ky ishull mesdetar me bimësinë e tij të harlisur dhe ujërat e kaltër është braktisur prej kohësh, por potenciali i tij turistik nuk i ka shpëtuar vëmendjes së Jared Kushner, duke u mbështetur në rrjetet e tij të ndikimit ku gjeopolitika dhe interesat private përzihen. Ëndri Donald Trump mori lehtësisht dritën jeshile nga autoritetet shqiptare për të ndërtuar në zemër të këtij mjedisi protean. Me muzikë të fortë dhe një motor që gjëmon, perla e zezë po nxiton drejt ishullit të Sazanit, 18 kilometër larg Bregdetit të Shqipërisë. Më 10 shtator, Ania Dukaçe zbarkoi disa dhjetra turistë kryesisht polak pranë një vinçi të ndryshkurt braktisur në një port të papërdorur rreth orës 11 të mëngjesit. Përveç një grushti ushtarësh dhe e qenit të tyre të zi vendosur në një bazë të vogël ushtarake, askush nuk jeton në këto 5 kilometra katror me bimësi të harlisur. Mes bunkerëve me kupola betoni që dalin nga pemët midis ndërtesave të banimit braktisura ose rreth rrënojave të spitalit të ndërtuar në fund të viteve 20, mund të gjenden surpriza dhe shpërthime të shumta. Këto mbetje ushtarake nuk duken interesante për vizitorët e ditës. Me çantën e plazhit në një rëndor, shkopin selfie në tjetrën. Ata arrin në një gjit disa dhjetra metra larg portit. Pas një ndalese të shkurtër, Jenny Moon, 67 vjeç, shëtit në ujëra transparent të mbushur me pushues. Kjo ish punonjëse e linjës ajrore nga Boise, Idaho, planifikoi të transferojë në Shqipërinë jugore për t'i shpëtuar të ajo ngritjes së fashizmit të Donald Trump, por midis dy goditjeve Lilywood, një mikesh që mbriti nga SBA 3 muaj më parë ndërpreu. A e dinit se familja e tij do të ndërtojë një hotel luksoz në këtë ishull, por ajo nuk e dinte. Ndikimi i tyre shtrihet në të gjithë botën, pshërtin ajo. Ora e nisja sa anijes tashmë po bie dhe gruaja amerikane del nga uji duke çaluar mbi guralec. Disa minuta më vonë vizitorët e përkohshëm e kanë braktisur plazhin idilik. Tani me nofkën ishullit Trump. Është kjo parajse vogël e mbushur me histori për cilën interesohet Jared Kushner dhe ëndri Donald Trump, edhe pse ai nuk është më këshilltar special i shtëpisë së bardhë për lindjen e mesme. Ai ende ushtron ndikim të konsiderueshëm në administratën amerikane, edhe pse nuk mban një pozicion zyrtar. 40 vjeçari ka marrë pjesë në takimet kyçe të planit të Trump për rripin e Gazës që nga fundi i shtatorit së bashku me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu dhe të dërguarin e Gazës Getz Witkoff. Jared Kushner, i cili bëri emër edhe duke bler Electronic Arts, kompaninë lider në botë me videolojra, po ndjek ambicjet e tij në pasuri të paluajtshme. Së bashku me gruan e tij Ivanka Trump, vajzën e madhe të presidentit, ai planifikon të ndërtojë një kompleks turistik të nivelit të lartë në ishullin e Sazanit, së bashku me një resort që presidenti synon ta ndërtojë përballë rrugës në Bregdetin shqiptar. Të dy objekte do të jenë yin dhe yang i kësaj pjese të vijës bregdetare ku përqafohen detet jon dhe Adriatik, siç e thot Ashar Abhesera, një menaxher investimesh amerikane Affinity Global Development në telefon. Kreu i kompanisë, buxheti i përgjithshëm i së cilës prej më shumë se 4 miliard dollarësh vjen nga fondi sovran i pasurisë së Arabisë Saudite. Është i kujdesshëm të mos zbulojë detajet të ndërtimit të ardhshëm, por premton kalim gjithëpërfshirës. I njoftuar në një seri imazhesh 3D të publikuara në Instagram nga Jared Kushner në mars të vitit 2024, projekti u miratua zyrtarisht nga qeveria shqiptare në dhjetor të atij viti. Sipas shtypit ndërkombëtar i ishullit Trump, siç është quajtur tani madje edhe në Shqipëri, u ble për 1.4 miliard dollar nga një firmë amerikane. Kjo shifër erdhi nga askundi, thot Abhesera, i cili e ka vizituar personalisht ishullin disa herë gjatë viteve të fundit. Teksti i marrëveshjes së nënshkruar me kryeministrin Edi Rama, i konsultuar nga revista Le Monde, nuk specifikon shumat e përfshira. Ai thjesht autorizon këtë investim të përjashtuar nga taksat për 10 vjet, ndërsa specifikon qartë se ishulli i Sazanit mbetet pronë e shtetit shqiptar. Negociatat po vazhdojnë midis këtyre të fundit dhe financuesve amerikan, veçanërisht në lidhje me zhvillimin e ishullit i njohur për biodiversitetin e tij unik në Europë. Shtigjet e rrethuara me selvi dhe pisha e natyra egre Sazani do të jenë heronjtë e projektit, premton biznesmeni. Affinity Global Development ka dërguar inxhinierët e saj të parë, konsulent dhe specialist në shtratin e detit të topografëve për të eksploruar Sazanin me motocikleta motocross për të mbledhur matje dhe të dhëna. Brenda një viti, sipas ekipit të Jared Kushner, kompleksi i hoteleve që mund të mbush zonën do të përfundojë. Afërsia me SBA-t, Sazani nuk është ambicia vetme edhe ndrit presidentit në Europën lindore. Gjithashtu përmes Affinity Global Development, ai planifikon të ndërtojë një pallat në Beograd, Serbi, në ambientet e ish-selisë së shtabit përgjithshëm të bombarduar në prill 99, mbi 7000 kilometra larg SBA-ve. Këto projekte duket se janë një distilimi i metodës trumpiste në veprim në të gjithë botën, një bashkim i supozuar i objektivëve ligjor. Në një rajon me besnikëri në ndryshim, ku Rusia kërkon të ruajë një pikë mbështetje dhe ku Kina po investon masivisht, ato janë një mënyrë që SBA-t të ruajë ndikimin, përshkruan gazetari Vladimir Karaj. SBA-t kanë ruajtur një aur të caktuar midis popullsisë shqiptare, që nga përfshirja e tyre kundër Serbisë në kohën e shpërbërjes së Jugosllavisë dhe për shkak të mbështetjes së tyre për pavarësinë e Kosovës, të fituar në vitin 2008 si një strategji politike, të gjithë politikanët në vend duan të tregojnë votuesve të tyre një afërsi me Amerikën. Edi Rama në pushtet, që nga viti 2013 në flamurin e PS-s, është përpjekur të fitojë favorin e presidentit republikan amerikan që nga fillimi i vitit. Ai u shfaq publikisht së bashku me
Donald Trump për herë të parë në samitin e NATO-s në Bruksel në korrik 2018, por marrëdhënia midis dy burrave përfundimisht u tendos. Donald Trump thuhet se nuk e pëlqeu faktin që një agent i lartë i FBI-s, Charles McGonigal, dyshohet se po punonte për të çuar më tej interesat e vendit brenda SBA-ve. I njëjti agent federal u dënua gjithashtu për punë të fshehtë për oligarkun rus Oleg Deripaska, një bashkëpunëtor i ngushtë i Vladimir Putinit, i cili është nën sanksione nga SBA, që nga zbulimi i kësaj afere presidenti amerikan ka mbajtur distancë nga Edi Rama. Sazani është i njohur për të gjithë shqiptarët, megjithse shumica nuk kanë qenë kurrë atje. I braktisur nga Italia në fund të luftës së dytë botërore, ishulli mitik me relievin e tij të pjerrët, i përshkuar nga një tunel 10 kilometra i gjatë, ishte bërë simbol i paranojës së diktatorit komunist shqiptar. Në pushtet nga viti 44 deri në vdekjen e tij në vitin 85, autokrati sundoi vendin, fillimisht në aleancë me Jugosllavinë e Titos, pastaj në gishtin e Kremlinit deri në vitin 60 përpara se të afrohej me Kinën e Maos. Në ishull më pak se 100 kilometra nga Pulja e Italisë, rreth 2000 ushtarë elitar kaluan vite duke skanuar detin, duke pritur një sulm nga bloku i Bashkimit Sovjetik. Ishulli, një ish bazë ushtarake, i mbetet besnik të kaluarës së tij ushtarake. Në fillim të viteve 2000 u përdor nga një grup hetuesish nga Brigada Financiare Italiane, specializuar në luftën kundër trafikut të drogës. Pastaj në vitin 2008 Shqipëria dërgoi njësi elitare për të trajnuar atje para vendosjes së tyre në Irak nën kujdesin e NATO-s. I paprekur ishulli i egër është një përjashtim në këtë pjesë të mesdheut. Ky Eldorado ngjall të gjitha llojet e lakmis. Kryeministri Rama urdhëroi fillimisht një pastrim të madh të Sazanit me qëllim hapjen e një pjese të tij për publikun. Biznesmen shqiptar, italian, amerikan, madje edhe kompani franceze luksoze u propozojnë autoriteteve lokale të ndërtojnë një kafene dhe një vend pushimi plazhe, por ishulli nuk ka ujë të rrjedhshëm ose energji elektrike. Kur Jared Kushner vizitoi për herë të parë Sazanin në verën e vitit 2021, gjatë një lundrimi me jahtë me Ivanka Trump dhe disa miq, këto ndërlikime nuk e trembën. Ata u magjepsën, thot aurontare, i cili me kërkesë të një miku të përbashkët i udhëhoqi ata nëpër Shqipëri për një javë të tërë. Miku mësoi rreth ishullit dhe pronave të tij në New York. Sipas drejtorit ekzekutiv të Affinity Global Development, Asher Abehsera, ishte Richard Grenell, ambasadori i SBA-ve në Gjermani nga viti 2018 deri në vitin 2020, i cili shërbeu nën presidentin Trump për të negociuar marrëveshjet e normalizimit të Kosovës deri në vitin 2021, i cili sugjeroi që grupi të investonte në Shqipëri. Ky mik i ngushtë i presidentit Trump, shumë me ndikim në Ballkane, prezantoi gjithashtu Jared Kushner me kryeministrin Edi Rama. Udhëheqësi shqiptar është i kënaqur kur projekti u njoftua me bujë të madhe, askush madje as ai nuk e dinte nëse do të shihte dritën e diellit. Sot një ekip arkitektësh vendas po punon me kod plot në pallatin e ardhshëm. Tani jam 100% i bindur se do të ndërtohet, thotë Edi Rama. Projekti është këtu dhe atje. Në Zvërnec, përballë ishullit në lagunën e Nartës, një grup aktivistësh mjedisor po përpiqen megjithatë ta kundërshtojnë atë. Në këtë zonë shteti shqiptar nuk e autorizon aeroportin të debutojë. Më 12 korrik 2023, i alarmuar nga OEQ-t shqiptare, Parlamenti Evropian bëri thirrje për ndërprerjen e punimeve në përputhje me një rezolut konventës së Bernës për ruajtjen e natyrës dhe biodiversitetit. Ky urdhër gjyqësor mbeti pa efektshëm. Si një shpërfillje ndaj kërkesave të institucioneve europiane, edhe pse Shqipëria zyrtarisht është kandidate për anëtarësim në BE që nga viti 2014, Parlamenti shqiptar ndryshoi ligjin për zonat e mbrojtura natyrore nëse ato janë të shkëlqyera, të vlerësuara me 5 yje ose më lart. Për fat të mirë, projekti Jared Kushner bie në këtë kategori. Ne kemi paraqitur disa ankesa për të pezulluar këtë ligj të ri, shpjegon biologu Joni Vorp, si OEQ-s, mbrojtja dhe ruajtja e mjedisit natyror në Shqipëri. Deri më tani asgjë nuk ka ndryshuar. Në buzë të vendit mbrojtur të Nartës, kantieri i ndërtimit të aeroportit ndërkombëtar në ndërtime sipër, aktivisti tregon nga njëra anë drejt ishullit të Sazanit, të ndriçuar nga rrezet drite që depërtojnë nëpër rreth e zeza, dhe nga ana tjetër drejt fushës ku pelikanët mblidhen në buzujt. Shkurret atje janë më të errta se gjet. Disa javë më parë 10 hektar tokë me shkurra u dogjën nga zjarret. Një hetim është hapur, por shkaku i katastrofës ende nuk është identifikuar. Është e vështirë të qëndrosh i motivuar, shërtin Joni Vorpsin. Opozita shqiptare, tradicionalisht e afërt me Partinë Republikane Amerikane, preferon të mos kundërshtoj planet e Jared Kushner në rajon. Banorët vendas nga natyre kanë shpresën se projektet e ardhshme si në ishull ashtu edhe në Bregde do të sjellin përfitime ekonomike në një vend ku paga mesatare bruto mujore nuk te i kalon. Përgjatë shtegut ata kalojnë një shtyllë të madhe të bardhë të zbukuruar me kamera, sensor dhe një panel të vogël diellor që supozohet se po mbledhin matje. Gjithçka është tashmë gati për fillimin e punës.